Në kuadër të shënimit të ditës së forcës, vizituam sot kazermën e FSK-s Lidhja e Prizrenit, ku pritëm ngrohtësisht nga majori Petri Logja, komandant i KOMDEM, kompani e deminimit RMC dhe stafi i tij, të cilët na prezantuan edhe kapacitetet dhe pajisjet ushtarake të ekspozuara për ditën festive, si dhe na njoftuan për progresin në çështjen e deminimit në hapësirat e rajonit ton. Forca e Sigurisë së Kosovës vazhdon të shkëlqejë si simbol i vendosmërisë dhe krenarisë son kombëtare. Në hapat e parë të saj deri më sot, ajo është ngritur pa u ndalur, duke u shndruar në forcë moderne, profesionale të përkushtuar ndaj mbrojtjes së atdheut, si dhe ka dëshmuar se është jo vetëm mbështetja e sigurisë në Kosovë, por edhe kontribuese e çmuar për paqen e rajonit.